Miq, do të flasim për protestën e Partisë Demokratike. Sali Berisha ka thënë që kjo protestë do të jetë ndryshe nga të tjerat. Por çfarë do të jetë ndryshe, sa do të zjas, apo do jetë edhe kjo pavarësisht fjalëve si të tjerat që pas një fjalimi të shkurtër, më pas gjithë do të largohen? Për këtë do të flasim me një nga pjesëtarët, aktivistët, simpatizantët, por më shumë se kaq të Partisë Demokratike, doktorin, lektorin Erges Eskiu. Erges, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Çfarë prisni nga kjo protestë? Apo ndoshta prap demokratët do të jenë atë narkozën që i ka fut Sali Berisha për një realitet që ndoshta nuk është ky, siç duket? Ne presim zëmërim, presim revolt nga demokratët. Situata është inkandeshente. Njerëzit janë tërësisht të lodhur prej kohësh tashmë, jo vetëm nga skandalet që kanë plaçur së fundmi, dhe do t'i mbetet në dorë qytetarëve se çfarë do të bëjnë, si do të veprojnë me Edi Ramën. Normalisht ky është një aksion që do të marrë kohën e vet, pa diskutim, nuk e kemi mohuar kurrë që Rama do të bjeri për një herë nga pushteti, sepse ne kemi të bëjmë me një person që sot po i thotë shqiptarëve që unë jam hajdut, unë jam i korruptuar, por ju nuk më bëni dot gjë sepse unë e rregulloj me Trumpin. Nuk është e vërtet. Thjesht ky është një tentative Edi Ramës për të ulur gjithë presionin popullat, pra që nuk më bëni dot gjë, mos u tensiononi kot, mos e merrni shumë seriozisht se nuk ja dini dot me mua sepse unë e gjej rrugë zgjidhjen, pra Rama do të mbrojë mitin e pathyeshmit sot. Dhe protesta nesër të ka qëllim. Të thyejë mitin e të fortë. Rama nuk është i fortë, Rama asnjëherë nuk ka qenë në zyrë sa ne kemi protestuar, pavarësisht se nesër ditë ashtu. Po edhe kur ka qenë ditë javë, Rama është larguar. Po çfarë do të thotë edhe po të ishte aty, sepse po lexoja një nga demokratët që është distancuar nga zoti Berisha dhe në 2021-shin edhe thoshin që shiko, pasi u shpallon grada, e vetmja gjë që ka e dhunshme që ka bërë Berisha, nuk ka thyer asnjë xham gjikundi, por gjëja më e dhunshme që ka bërë ka qenë ajo në 8 janar në oborrin e Partisë Demokratike. Shiko, e para punës ne nuk kemi parti e dhunës. Ne nuk kemi si Partia Socialiste që thotë pushteti merret me grykën e pushkës e mbahet me grykën e pushkës. Ne do vim në pushtet me votën e lirë, sepse zoti Berisha ka thënë një gjë edhe për vitin 91, edhe për sot. E thotë me dy fjalë, nëse vjen në pushtet me dhunë ti do qeverisësh me dhunë. Pra revolucionet vjen nëpërmjet dhunës. Dhe në revolucion janë guzimtarët, guzimtarët nuk janë intelektualët përgjithsisht, ha? Përgjithsisht guzimtarët janë ata njerëz të cilët janë të veprimit, por nuk janë të ideve. Dhe një qeveri që vjen nëpërmjet dhunës do ta shpalosë dhunën kur të jetë në qeveri vet. Por atëherë dhunë jo. Në këtë kuptim, Partia Demokratike ka për qëllim të rrisi presionin, të rrisi numrat në shesh, sepse numrat janë më të rëndësishëm, sigurisht që edhe tension, edhe revolt do ketë, por këta njerëz të cilët dalin dhe bëjnë retorik boshe, këta njerëz du t'i thonë demokratëve që po i mbështet vetë Partia Socialiste. Kush i mbështet ata njerëz? Kush i fton nëpër studio? I fton Mero Baze, i fton Carlo Bolino, i mbështet Sokol Balla publikisht, dhe Sokol Balla është një mafioz. Është kolegu juaj, më vjen shumë keq ta them, por Sokol Balla ka kërcënuar me jetë Gazmend Bardhin. Jo, jemi në një aspekt tjetër. Jemi ka njerëz skenari paqe. Ty thoni as dhunë, por as me vot jo. Me vot lirë nuk bie. Me dhunë nuk e marrin pushtetin. Tani kush e bën lesme? Ne po themi këtë gjë, ne do vim me vot të lirë, por vota e lirë garantohet nga qeveri teknike. Pa Rama kryeministër. E mori zoti Lulzim Basha, qeveri teknike, por e mori me Ramën kryeministër. Për sa kohë që Rama do të mbetet në krye të qeverisë, bandat, gjithë patronazhistët marrin mesazhin që ky nuk bie,